Para 3 ditësh kryetari i Tetovës, Bilal Kasami, vizitoi bibliotekat e 5 shkollave të mesme të kësaj komune, ku shpërndau 4.450 lektyra shkollore nga 62 tituj të ndryshëm. Kjo ngjalli reagim nga shtëpia botuese Onufri, e cila pretendon se librat e Ismail Kadares janë vjedhur pasi, siç thon, vetëm kjo shtëpi botuese ka të drejtën ekskluzive të botimit të veprave të shkrimtarit. Bujar Hudhri erdhi nga Tirana në Tetov, ku parashtroi kallëzim penal ndaj komunës. Arsyeja pse unë vi pa diskutu komunën, sepse është skandaloze që shteti të marrë një mall të vjedhur dhe ta adhuroj. Pa disë vetëm komunën e Tetovës, sepse unë nuk njoh as dikën tjetër që mund ta ketë bërë. Dhe sa për të që thoni jo, që ka mbledh shkollat, e ka bler komuna librat, ajo ka fonde dhe i dhuron. Libri Ismail Kadares, Gjenerali vdekur, libri Ikonit Tit, është botuar me kopertinë tjetër, është vënë me emrin Shtëpia Botuese e Rilindja, kur të gjithë e dinë që Shtëpia Botuese Onufri ka të drejtën ekskluzive të Kadares. Nga komuna hedhin poshtë akuzat, duke thënë se as komuna e as kryetari Kasami nuk kanë blerë libra. Librat janë blerë nga vetë shkollat e mesme, me mjetet e tyre vetanake, dhe do me thënë janë blerë nga Shtëpia Botuese Çabej, Tetov. Ne, si komunë, nuk kemi blerë libra, aq më pak kryetari komunës. Në një postim në rrjetin social, ai thekson se kryetari ka shitur libra. Edhe kjo është një e pavërtetë e madhe. Kryetari ditën e premte, nëse nuk gaboj, ka qenë nëpër shkollat e mesme për të parë furnizimin e bibliotekave të shkollave mesme me lektyrat të cilat janë blerë nga vetë shkollat. Nëse vërtetohet, konstatohet se ka shkelje të drejtave autoriale, sigurisht do të tërheqim lektyrat. Po ashtu nga komuna thanë se nëse Shtëpia Botuese Onufri nuk kërkon falje publike për akuzat ndaj Kasamit, do të parashtrojnë padi penale. Ndryshe, komuna e Tetovës disa ditë më parë shpalli shkrimtarin Ismail Kadare, qytetar nderi.